Ministria e Shëndetësisë punon vazhdimisht në ofrimin e shërbimeve cilësore për qytetarët e vendit, ka deklaruar Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari në shënimin e ditës botërore të shëndetësisë. Ai tha se personeli mjekësor ka qenë vazhdimisht në shërbim aktiv të qytetarëve. Dita e 7 prillit e dini të gjithë është dita e shëndetësisë për arsye të ditës së themelimit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në vitin 1948, kënaqësi që këtu e kemi edhe drejtorin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, i cili është një prej suporterëve kryesor, ndihmëse kryesor të Ministrisë së Shëndetësisë në të gjitha projektet, zoti Akim Ali dhe kryetarin e shoqatës së mjekëve të Maqedonisë. Përfaqësuesi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Akim Ali tha se Republika e Maqedonisë së Veriut ka shënuar progres në fushën e mjekësisë, por theksoi se i duhet akoma punë për të zhvilluar edhe më shumë. Këtë vit jemi fokusuar tek shëndeti i nënave, shëndeti i foshnjave të posalindura, që është me rëndësi thelbësore për të ardhmen e vendit. Vërtet punë shumë të mirë kanë bërë mjekët tuaj dhe të gjithë punëtorët shëndetësor dhe Maqedonia e Veriut ka arritur shumë të zhvillohet, por ka akoma punë. Goran Dimitrov, kryetari i shoqatës së mjekëve, tha se qëllimet kryesore të shoqatës janë edukimi i vazhdueshëm i mjekëve dhe ruajtja e reputacionit të tyre. Komuniteti ynë, i cili numëron diku 7 deri në 8.000 mjekë medicinal, është vazhdimisht në rritje dhe në realizim të 2 qëllimeve të shoqatës së mjekëve, të cilët janë organizimi i vazhdueshëm i edukimit mjekësor, sepse edukimi i mjekëve nuk përfundon me mbarimin e universitetit, si dhe ruajtja e reputacionit të mjekëve në vendin tonë. Për nder të 7 prillit, ditës botërore të shëndetësisë, shoqata mjekësore e Maqedonisë së Veriut organizoi takim në të cilën mbajtën fjalime përfaqësues të ndryshëm të institucioneve shtetërore.